Rekordi për vitin 2025, mbi 20 milion euro mallra nga Serbia kanë hyrë në Kosovë. Pas fitores në Mitrovic, Faton Peci u shpreh se Albini i ka larguar Rusin dhe Serbin nga qyteti. Por në terren pamja duket krejt ndryshe. Të dhënat e doganës së Kosovës tregojnë se vetëm në tetor të këtij viti në Kosovë kanë hyrë mbi 20 milion euro produkte nga Serbia. Një rekord i ri ky për vitin 2025. Nga janari deri në tetor, vlera totale e importeve serbe ka kaluar 160 milion euro. Në treg po qarkullojnë gjithnjë më shumë mallra serbe, nga qimentoja e hekurit deri te mielli, misri e gruri, që vijnë nga e njëjti sektor, ku Peci ka qenë ministër. Ndërkohë që qeveria flet për mbështetje të bujqësisë dhe rritje të prodhimit vendor, statistikat tregojnë të kundërtën. Fermerët nga Kosova po prodhojnë më pak, ndërsa shteti po furnizohet më shumë nga Serbia.